mundohem qenë i shkurt dhe i qartë, kësaj radhe mbështetur në ajetin 31 të surës An-Nisa, ajet kuranor me cilin Allahu Dhu Gjalal na jep një farë shprese, na jep një farë ymiti gjithë neve që jemi njerëz. Po tham njerëz, sepse Allahu Dhu Gjalal njeriun që e krijoi si krijesë më të mirë, mbi gjitha krijesat tjera, Allahu Dhu Gjalal edhe i dalloi mes vete. Njerëzit gjithë nuk janë njësoj. Si thot populli në aspektin e merakut, dëshirës, dikush është merakli për vetura, kera. Dikush është merakli në shtëpi, në shtëpia. Dikush është merakli në mish. Dikush tjetër është merakli në pije. Dikush tjetër është merakli në gjumë. Dallojnë njerëzit. Dhe gjitha këto, në qoftë si rumbullaksojnë, janë gjëra merakli për dënjo. Knaqë që bë njëherë njeri e tona. Knaqë, merakli për dënjo. Por unë duke ma parasysh që jemi në xhami, dhe është i vetmi institucion që mundohemi të prekim në zemrat dhe në shpirtat e njerëzve. Do të flasim për merakliun për ahiret. Sepse merakliu i dunjos e di shkurt e ko. Shkurt, sa do që të ketë dëshirë që gjatë prap e ka një fund. Shkurt prap. Merakliu i dunjos e fiton atë që s'ka fund hiq. Për me qenë merakli i ahiretit, dërua vlezër, thot një nga djetarët, thot llogaritë këtë dunjo, sikur një fush, ajo fusha përplot me therra, ka e cila ti duhet të ecish. Merakliu ahiretit, kur hec, ka kujdes, mos shpohet. Qire po tham, ka kujdes, mos shpohet nga ato therra. Çka meraklia ahiretit? Jo me i shiku këto therrat, apo me fjalë tjera këto gjunohat sikur shumë të vogla. Sepse edhe kodrinat e mëdhaja që i shohim na, janë figurëve të vogël po. I vogël, tu mush, u ka po kodrinë e madhe. Dhe duke mos i nënçmu na gjunohet, duke thonë që hajde se vetë që këtë gjunahe këmë bo unë s'bëj gjunahe, ama që sa s'gabova. Thot një nga djetarët, kur ta shohi dikan që e ban një gjuna, dije se ai gjuna i ka dhe vllazit e vet diku. Mosuj asnjëherë që çaj gjunave s'bëj tjetër, se në qoftë tash mësu me bo gjuna, dije se çaj gjuna ka edhe vllazit e vet diku. Dërro vëllezër, ne si njerëz, por si njerëz besimtar musliman, meraklit ahiretit, duhet të kemi kujdes në dunja për çdo hapje hedhin, të mbrohemi nga sfidat e kësaj kohë. Kthehej pak mas Imam Tirmidhiu, para ato që pak kanë njohuri fetare, po kanë lexuar diçka, më njëherë e din se kush është ky Imam Tirmidhiu. Kaloi mosha e tij, erdhi në pleçni dhe ju kujtu një rast që i kishte ndodhur ku kishte qenë i ri. Ishte i pashëm, ishte i bukur, edhe një vajzë po don me u kap me ta. Dhe ki sot largohu, se unë i frikohem Allahut. Ajo shkepët, e shejtani çat punë ka. Ki fillon i ikë dhe nuk dëshiron as pak mu taku me ta. Dhe një ditë prej ditëve e takon veç vet. Edhe ajo vajza i thot tash zona si ku me ikë. Edhe ki fillon të largohet e kthen shpinën, besimtari musliman. Besimtari me meraklia ahiretit, e kthen shpinën. Filloi të ike, ajo ecë mbrapa. Ki e kthen shpinën hik, ajo ecë mbrapa. Ki fillon pak më shpejt hapat, ajo shpejton pak. Erdhi në fund Imam Tirmidhiu tek një mur. Ku të shkoj? E shikoj lart, tha ma mermeja që muna mu kop. Edhe kërcej nalt, u kap edhe dul pi nga ona tjetër. Me mentalitetin e meraklive të dunjos, Imam Tirmidhiu kanë më thonë,
po, ki glup ka në thonë. Me merakli e dunjos. Ama i meraklia që nuk dëshiron, nuk donë dhe nuk dëshiron ta humbe ata ahiretin për një knasi dunjos. Se humbi marë ahiretin për një knasi dunjos. A i thot, halal i qoftë. Dhe tash, ku du me dojnë? Imam Tirmidhiu, kur u plak, i shkoj me në qki rast. Tha, kur jam kon i ri. E më pandohë, qishtu. Edhe tash, në trupin e njerit ka forca që luftojnë për mrejnë. Njona për të mirë, njona për të keqe. Kjo që ishte për të keqe, i tha. Mëre, po jam kon i ri atëre. Kisha mujtë edhe me e bo gjunojnë. I ri. Edhe masën ena isha pendu të zoti. Edhe Allah e ka rahmetin e madhë ma kishte falë. Qire? Kjo forca e keqe, menën. Ama kjo forca e mirë tash reagon minen trupin e njëri. Edhe i thot, ka dale mare, ka dale. Ti kur ke i ri, i hike këti gjunohi, e tash i mplok edhe i lasdru. E tash në pleqni i be pishman pëse s'ki bo gjuna. A i e mëren ta? Tash i mplok, i be pishman se s'ki bo gjuna. Se qka i të bo? Edhe ki me zonë, ha? Qka bone une, qka mendova kështu? Po une jam plak, më duhet me drejtu Allahut, ala mendona në rinip se s'kum bo gjunohë, stakfirullah. Kjo ndodhi mbrenda trupit, mbrenda Imam Tirmidhiut, mbrenda ndodhi. Dhe fillet mërzitet, u brengos, ditë të tëra, disa ditë me radhë, aj nuk mund të rahatoheshte, pse më pleqni me më shku menja ka e keqja. Pse më pleqni? Thot u rahatova në qatë moment që e pash në ndër pengamberin a.s. Kër e pash në ndër pengamberin a.s. Thash elhamdulillah ka në rrugën dhe synetin e ti. E dhur hatu. Dhe rrua vlezër besimtar. Pse e thash këtë shembull? E thash këtë shembull për të tregu. Njeri unë që se dëshiron të adinë sa e ko imonin, dhe a është merakli i dunjons, apo i ahiretit, le mos të shikojë në gjami. Gjami kete ka një monë e fort këtu. Kete ka nërë, qire? Kanë mora bez, kanë nërë me falë në madhë i gjumos, e din që kanë mu vanu këtu, kete ka nërë gjami. Kjo është dëshmi që e kam një monë e fort, jam gjami. Dikush të rënqetet nga ndonjë fjalë, nga ndonjë ajet, nga ndonjë hadith, të janë shenja të imanit fort, ama imani nuk matët në gjami. Imani ku matët? Imani matët në vendin e gjunohut. Që ati ku është e hap dera me bo gjunah, edhe ti nalesh mendon, a ta boj, a mos ta boj, që ati shire imani sa i kje. Që ati shire imani sa i kje. Vëllezër të dashur, në këtë hapësirë tonën, ku ka do kjo të kthehesh, ka hapësirë për me bo gjuna, çdo njoni mund të shohe veten se a është merakli i dunjos, apo është merakli i ahiretit. Dhe në veçanti, në këtë kohë, ku është ka fundi vitit shkollor, ne për i përgatisim fëmijët tanë për mbramin e maturës. Po thamë ne, se shumë kolloja me a fuk fajnë dikuj tjetër. E ko fajnë e duqanëgjia që i shetë ato fustonat mini, aj. Jo, i ko fajnë, tamam. Jo, i ko fajnë asimtari që i qënë. Tamam edhe i ko fajnë. O vëllaj me dashën, fajnë matë kush i ko. A i e ti baba që shkon një blenë qatë fustan? A i e ti baba që e porosit kërën me morë të shpia? A i e ti baba që i porosit dhe bandarë në shpi? A i e baba ti që e banë vajzën tane si nuse? A i e baba ti që e lënë dorë frajerit atë natë vajzën tane? A i e ti baba? Mos a fuk fanë që dhe kuj, losë. Mos. Se vallahi, faj matë madhe përgjësia të ka Allahu Bugjelar, të ke vladi, ashtë mi a i prindi, të këmjave. Prindi. Dërra vëzër, njoni nga khalifët e muslimanve, unë nervozu në një moment, në një rast që e kishte. Edhe i tha ati qatipit vetë, ati sekretarit vetë, Bjerma dha një letër edhe një laps. Bjerma. Edhe kje po që ki dëshkrujet e një semë. Ja dikuj krijet me jahik, ja diçka me bo. Edhe po që ishte nervos në qatë moment, tha jo, sën ta japë. Tha bjere mëre që shi dua libës nuk ta japë bjere.
Jo, tha, së në ta jap. Shakije më repses ma jep. Tha se kur ta jap, ban vaki shkëru në diçka që handë një gjuna. E kur të vdes unë edhe të rinjallën para Allah dhul gjelal, edhe unë jam pjesë e ati gjunohi, se ta kom dhënë lapsin me shkryt. Qire? Hisalar ka mendu. Edhe unë jam pjesë e ati gjunohi, se unë ta kom dhënë lapsin, ti me qatë laps me shkryt. Për që ata s'po ta jap. Dënom këtë botë, na i retim rahat. Dhe e mi dashur. Hana thena, valla s'muna me aprish dëshirën qefin fëmijës. Qire? E ka sos shkollën. Qa ka sos mëre? Shka ka sos mëre? Shka ka sos? Këtë dysha për hatër ata. Shka ka sos? Që ka të festoj atë natë. Shka ka sos? Valla jemi dashur. Ne, krasa sot që nuk insistojmë në respektimin e farzit, pra në mësim, ne edhe i stimulojmë fëmijët tonë për me bon gjuna. I stimulojmë, vajapim krahën, ban gjuna. I ndihmojmë në fitimin e dënjas dhe në humbjen e ahiretit. Të ndëruar vëllezër. Njoni në kohën e Musës alayhi salatu wassalam që të vendos me shku me mësu. Edhe kalat i pari ka vendi ku qëndron të Musa alayhi salatu wassalam. Edhe Musa e pa djalë i ri, pas i abanxhi, tha kush ai? Tha aju ka nis me shku dikun me mësu. Diku larg, tha po larg. A ka mundësi ta me ma thirë, tha pak, tha. Tja tha një 2-3 fjallë. Edhe ja thirën, afroj afer, dhe tha, për ku i nis? Tha jam nisa me shku dikun me mësu. Mirë. Tha po t'ja ka 3 kshilla, tha maj me. Tha si jo? Tha e para, ta kesh frik Allahun, dash hap të zi, dash fshehur azi. Se njerëzit janë çuditshëm. Kur janë hap të zi, e kanë paktut Zotin, ama ma tepër njerëzit. Ama kur janë msheft, o harrua dhe Zoti dhe njerëzit. Jo, ta kesh frik Zotin, edhe hap të zi, edhe fshehur azi. E dyta, mbaje gjuhën. Gjuhën mbaje. Ki kujdes qaqi thu, a janë shpifje, a janë kibet, a janë shamje, a janë spionim, a janë rrejn, a qka janë? Ki kujdes në gjuhën tone. E dyta. Edhe e treta, tha kur të hash buk, kur të ashtish kafshatën goj, kujtoje, a e ki halal, a e ki haram. Qire? A ke mojnë me hongër, mish për para u kinat që vaj, deshte, bismillah, kina me nisë me hongër, ina të bon bismillah, ama ku të ashtish ngoj, kujtoje, qa shka i të hongër? E ki halal, apo e ki haram? Që ka tha mojnë me? Tha je i lirë, shko, jo dhe s'pas në nevoj me shku. Unë e shkollë më të modhe e morat e ti, Allah qovë të razita, unë s'pa në nevoj me tu më tutje. Dhe rua vlezër besimtar, se pikërishin qëto 3 punë, ne i bëjmë gabimet më të mëdhaja. Ne i bëjmë gjunat më të mëdhaja, ne humbim ahiretin. Dëgjoni mirë. Zaten, gjunahqari është njeriu një me për gjunah. Gjunahqari është një me njeriu për gjunah, që nuk e di. Njën që kishin hi me vedh në shpi, ja i kishin vedh këtë shpije, kretë që ka pasë më rejna, kur nuk ka këti këtë shpija, kur e ka pasë shpijën, këtë ja kam vedh. Unal para derës e nisi me kajt. Njëri i madh i kohës vetë, Hudajl ibn Iyad i kalu ati pari, edhe e pa, ja po t'i shpina kanë vedh i tregun, kju ka nalë kanë, mërzitet. Ullë afër dhe tha, ti një si njëri mirë, a kanë dhe njëri për manë, a kanë njëri për pasëri, a kanë. Tha o shekh, o imam, o hoq, të hundju pak. Wallahi, tha nuk jam të kajt për pasurin dhe mallin tem. Wallahi. Tha wallahi jam të kajt për qatë hajdutin, qatë gjunahqarin, se më shkoj menja, se ai ka me vdek, si ka me i dalë be Allahit për para. Qatë ti më shkoj menja dhe më radhës si të lot. Qatë ti më shkoj menja mu. Punë e madhe, ka shku ka me ardhë. Po, qka me i boku në rretin ton, po shtohen gjunahqarët, po mërziten për to, se ato kanë me vdek, kanë me urin gjallë dhe kanë me dhonë logari para Allahut dhul xhelal. E këto njerëzi,
që e mendojnë kështu edhe dertin e tjerëve, dhe e shohin se kusha meraklit dynjos dhe kusha i ahiretit, mos kena dyshim se ato e mendojnë edhe vetën e vetë. Mas e mendojnë tjerën, e mendojnë edhe vetën e vetë. Tregohet për kojshien e Omer ibn Dherrit. Kojshie ka pas, ama njerëzit e ka njohë si gabimtar, si gjunahqar, atë kojshien. Edhe do Zoti që edhe i mirë edhe i keq një ditë ka në vdek. Edhe ndroi jetë, vdiq. Po kur vdiq, për shkak se njerëzit e njihshin si jo të mirë, në xhenazën e tij, në varrimin e tij, kishte shumë pak njerëz. Edhe Omeri shkoi dhe prezantoi. Mos e mbulun, u kri ceremonia, u drejtu atij që është mrena në varr. Dhe i tha: "O filan, unë e ti të kam njohë si njeri që i beson Zotit. Unë e ti të kam njohë si njeri që edhe i keron seçde. A ti, kur të thojnë se filoni gjunahqar, pra për ty, a ka dikush prej neve këtu që nuk jemi gjunahqar? A ka dikush prej neve këtu që nuk jemi gjunahqar? Andaj, o Zot, falja ati që është mrejna, edhe na i falë neve që jemi jashtë. Lusim Allahun buzelal, inshallah, dhe gjunahet tonë avë dhe makfiret në i bë. Ndërrua vëllezër besimtar. Pra, nuk duhet të zgjas tepër, por duhet të tregoj që zanafilla e gjunahit është prej të Ademi alayhi salatu wasalam. Njeri pas njeriu, njerëzit dallojnë nga meraku i të bëmërit gjunah. Dhe fatkeqësia më e madhe është që gjunohin që e ban ti e pason edhe ai para ti. Domethënë edhe baba. Edhe ai e pason gjunohin. Edhe ai ka një dënim nga gjunohi që e ban ti si i vladi ati. Ka në kohë një njeri thuhet për një fis në tokat arabe, merakli i gjunohave kësaj radhe për me vedh, ama e ka gjetë një vjedhje shumë specifike, shumë interesant. Që si ka shkuar mend diku qetë. Pedha i du t'i lodhët, na e se ka letë. U ka kujtu si ta boj diçka që me të vërtet fitoj. Shka ka bo, ka fshirë kush ka vdek. Edhe ato që ka vdek, a di që i ka shtinë vorë, ka i mrejnë në vorë. Edhe e ka vedhë qefini. Qefini a lojrigi. E ka vedhë, ka do në trek, e ka shqit. Patis ke barth, i mirë. Edhe qishtu ma njerëzit e murën veshtë. Që njoni aty i prejtë vorët mas dekjes, atu va marë qefina gjenazëve, ashtë një qështë që shumë trishtuese. Edhe fillu njerëzit me e malku. E me e nem, e me e shoh, e mi i thonë qka mos. Edhe ki njerë, ki hajduti i qefinave, një ditë edhe ki ka me vdek, edhe ki ka mu pështel me qefin. Edhe njerëzit fillu me i thonë, inshallah edhe qefinin tanë ta vedhin. Ta shuj se si janë. Edhe ronë shtratin e vdekjes, ama njëri kur ben shtratin e vdekjes, ku më thonë disa herë, që atër mushet me me. Kura vodë më hikin vend. Ku, qa ka me bon shash. Gjalli vetë e shef u mërzit baba. Baba i ka hapësit. Baba atu shku. O birë, tha e mërzit shumë për gjunohën be që i ku më bon. O ba, ishë mësu mërzit. Unë jam qaj birë jo që ka me e bo punën, njerëzit me të kujtu për të mirë ti. Bile edhe rahmet me të quti. Hajbe birve, për shumë e pëmëqia ku mo, që shka mu bon kjo punë? Haj ba pri rati, mos më mërzit rato, të është, Allah u shkoj. Kur vdic baba, djali shaka me bon, zda natin e babës. Edhe ki nisi, se ka fitu mirë baba, edhe kina për vorre. Ama hiken vorre, e vetë këtë qefinin, edhe dhomë të ative vdetive një ka një qitë. Edhe u murë vesh kjo për një kohë shkurt, edhe thanë, tuve qëfar gjalli pas ka pasve. Ara me ti pas shpirti ati. Barem vetë qefinin e mirë këtë. Rahmeti pas shpirti ati. Barem vetë qefinin. Kjeve dhomë të aty aqit një ka një. Ndërrua vlezër, qka me ndoni? Këto njerëzit që banë ndohështë e për këta rahmeti pas shpirti, a ka shpëtu? Jo, se edhe djali vetë ka me vazhdu qëtë gjuna, që edhe baba ka me vujdu, ka me vajtu dhe ka me qajtë në botën e arshme, ka me vujt për shdo dham që u kanë zedhë një të këtë.
Dhe rrua vlezër besimtar. Po e rëmbullaksoj me rastin e Melik bin Dinarit, i cili tregon një herë thot isha duke kalu rrugës e poshtë një fëmijë. Fëmija tha lujke me lloç, me balt. Duke lut me balt, tha unë ala të këshit çka të bëj me atë baltën. Ama nuk shkoj me një të balta, fillon me akshir ftyrën. Edhe në ftyrë çka po shoh? Keq. Tu keq, mos e, hop, unan, janë nisi me kaj. Fëmijë vogël, u habita, tha ja afër dhe i tha çka i të bëm? Tha çe them të lut. Sa po me lut, me diçka tjetër, si tha si po viran, tha me balt luna. Tha o Malik, pra o imam, a kja arru tha se një pi baltës i na kriju dhe në baltë kina me i prap? Fëmijë vogël, ama ki fëmijë vogël nuk ka dojtë për asoj i familjes qefinave, për një qëtër familje ka dojtë për. Tha pi baltës i na kriju, në baltë kina me i prap? Tha jo tama me kuptova, po ma të rejqive pak atë vëmendjen, ja njerë keshe, mas e i kajte. Tha mu kujtu, tha kur t'ishtin njerëzit në vërë, mi vogël, kur t'ishtin njerëzit në vërë, Allahu Gjelale ka rahmetin e madhë për njerëzit e mirë. Edhe, tha mu bo qefi, u gëzova si kira me hinë gjenet. Na. Ama tha masanena mu kujtu për njerëzit e këqi, gjunaqarët si kanë me hinë gjenet, qëfar azabi kanë me pas, u mërzita edhe mu kajtë. O, ti voglush, pa lobe i vogël ti me gjënohet, pas ki e lirja, lo. Larë janë këto punë. Le meru me punë tjera. Jo, tha imam, mos më thuj ashtu. Tha nana eme të shpia, kur po i dhez drut, atë zarmin, ato drut po i renit, ato të mëdhet, ama po i shnjë do të vogli u vune mu dhe i zarmin. E tha të zoti, nuk ka se kur dhezët a i vogli a i modhi. Qaj që meriton, qaj kallët, qaj djegët, e unë e tut në mos jem piqative të voglive. Allahu Zilari shala në rrët. Dhe rovleze, qire, ka njëherë edhe pja ti fëmis më të vogël, ma mirë është me morë mësim, se sa pja ti të modhin, e cili hiç kur nuk e ka udhën e vetë. Andaj, Allahu Zilari për mbullaksim a itin kuranor, thot, in të shteni bu këbë ire, në qofë se largoheni pre gjunohave të mdhaja, ma të lëhone anhu, të cilët janë të ndaluara, janë të ndalume për ju. Allahu Gjelal thot, ve kefir ankum se jatikum. Allahu ka me vafal juve gjunahet e juaja të vogla. Va nudkhilkum madkhalan karima, dhe kam ju shti në një vend të ndershëm. Allahu Gjelal inshallah gjithve na banasim të him në një vend të ndershëm. Lusim Allahu Gjelal në rrugën e drejtë na uzoj. Nga gjarmi i xhehenimit të na mbroj. Gjentul Firdausi nasip në e bëj. Ne mundësojmë një jetë begashme me bereqet dhe inshallah të vdesim me shahadet duke thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.